Më pak pagesa në euro u realizuan me sistemin AIPS gjatë muajit maj. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë një rënje me 1.5% të numrit të transaksioneve krahasuar me prilin. Konkretisht në periudhën janar-maj të këtij viti janë realizuar mbi 190.000 transaksione përmes sistemit të AIPS euro, të cilat kapin një vlerë totale prej rreth 2.9 miliardë eurosh. Në maj rezultojnë të jenë kryer rreth 42.1 mijë transaksione me një vlerë prej afro 620 milion euro. Sistemi AIPS euro bën të mundur shlyerjen bruto në kohë reale të transaksioneve të klientëve të bankave për pagesat në euro brenda territorit të Shqipërisë. Sistemi AIPS euro filloi funksionimin në vitin 2022. Qëllimi kryesor i krijimit të tij ishte kryerja e pagesave në euro brenda vendit, me kosto më të ulët dhe në një kohë shumë më të shpejtë. Më parë, procesi realizohej nëpërmjet bankave korrespondente, ndërsa të dhënat tregojnë se sistemi po përdoret gjithnjë më shumë edhe për pagesa me vlera më të vogla, duke pasqyruar familiarizimin në rritje të individëve dhe bizneseve me këtë instrument pagesash. Në bazë mujore, edhe vlera e veprimeve të realizuara me AIPS euro ka vijuar të shënojë nivele të ulëta, krahasuar me muajt paraardhës. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë një zvoglim të përdorimit të sistemit gjatë muajit të kaluar, si për pagesa me vlera të mëdha ashtu edhe për transferta më të zakonshme ndërmjet klientëve. Sipas statistikave, gjatë muajit janar janë realizuar 31.5 mijë transaksione, me një vlerë prej 480 milion euro, në shkurt rreth 35 mijë. Në mars numri i veprimeve arriti në mbi 39 mijë. Tendenca pozitive vijoi edhe në prill duke regjistruar 42.000 transaksione me një vlerë prej 733 milion eurosh, ndërsa mori 8 pjetën përposhtë në maj. Sistemi AIPS euro funksionon në të njëjtën mënyrë për pagesat në euro që kryhen brenda Shqipërisë. Ky sistem përdoret zakonisht për transaksione mes bizneseve që operojnë me kontrata në euro si pagesa për importe, shërbime apo investime, si edhe për transferta në euro mes bankave për llogaritë të klientëve të tyre.